punojës policisë e me radhë. E përjashtoni këtë? Unë nuk menoj që mund të ketë shku privatisht. Pra privatisht nuk ka. Se kuptoj. Një punojës i ABP-s nuk mund shkojnë privatisht, si thonë, për të realizu diçka që automatikisht të fut shkokën në ato zjarre, është të mërshme. Por, mendoj që mos ka lidhje me politikën, jo me persona. Avokat, edhe për të futur tek vetë ngjarja brenda për posë rrethanave edhe vendit, sa ka zbritur në Rinas nga Barcelona? Këtu duhet ketë pas ndonjë spion brenda, ndonjë që ka trashtuar se si ka mundësi që të bëhet organizimi në kaq shpejt, pra e ditë që do vinte. Nuk është rasti. Pa nuk ka nevojë organizimi sot në Shqipëri, ka pas thënë Mussolini, unë në Shqipëri marr informacionet pa lek. Dhe automatikisht gjithë shqiptarët që jemi, edhe vllazën me kenë, nër 3-2 jemi spiona. Shqipëria është e finalizuar me historinë e Kalas Rozavs. Kalaja Rozavs, pra, tregon shumë mirë situatën e kësaj. Pra tregon shumë mirë se çfarë si funksionon. As më tepër thonë edhe Gjergj Kastrioti, Hamza Kastrioti. Pra nuk është e nevojshme fare me diskutu se si mund të merren informacionet. Ne e kemi një shpirt spionllekun, çdo shqiptar. Dhe as më tepër sot kur je interesuar për të marrë informacione, e merr shumë sa. E merr nga nisja, janë kompanitë e këtyre ajrore që ta japin informacionin kur arrin, kur del gjitha. Pra kemi pas edhe një rast të kaluar, nuk më kujtohet tani çfarë dosje që ishte rekrutuar një zyrtare që ishte pjesë e Interpolit në Mosgabë. Atëherë i futeshin në sistemin Teams që u jepte informacion për çdo lëvizje. Po ka qenë i zëvendës drejtori në atë kohë, po pak rëndësi ka këto, informacionet i marrin normal, nuk është se ka në i gjallë shumë të rëndësishme. Kur do me të vraj, nuk pyet ma, nuk ka lidhje ma me se ku i merr informacionet. Njerëzit që donë me kry këto veprime, pra, kundërshtar politik, i kryejnë rahat se nuk kanë ndonjë problem. Marrin informacionin kur vjen, kur do vinë, kush do presin, gjitha. Edhe vendi për që është zgjedhur ndoshta në Shqipëri dhe jo në Barcelona, atje ku jetonte, ndoshta më të lehtë kanë parë këtu për t'u arratisur dhe për shpëtuar. Tani kjo më ban shumë përshtypje mu, sepse ai vend është shumë vend domethënës. Pra nuk është një vend do qa do. Mund të kishte kalu të paktën ja 200 metër në njërin anë të rrugës, po asnjërin, në atë vend. Në atë vend është me habit shumë situata, sepse tregon diçka, tregon pastësi të organeve të shtetit që nuk funksionojnë dhe as më tepër largohet në mënyrë të tmerrshme, largohet pa lanxhur personi. Si u largo pa lanxhur një person? As më tepër që zbret nga makina, ka pas kohë, nuk është si me kanë një prell rrufej nga qielli. Pra një veprim i koordinuar që është mbyllur ndoshta brenda 30 sekondave. Mund të ketë kalu edhe më shumë, edhe 1 minutë. Nuk do thotë gjë fare, por ama ka pas veprimtari të një pasnjëshme derisa ai e ka realizuar. Dhe siç duket mund t'jenë kënë vetë edhe hera parë, se hera 2 që i bajnë atentat, dhe herën e parë ka shpëtuar ai. Ka shpëtuar 2 herë tjera, kjo ishte e treta dhe për të krijuar sigurinë se e kanë ekzekutuar, është detyruar edhe herë me zbrit në tokë. Pra është shumë e çuditshme. Sepse u fol në media dhe se ishte makinë e binduar, por në fakt rezulton që nuk ishte e tillë. Po pak rëndësi ka blindimi, o kur do me të vraj tjetëri nuk të pyet më se qa ke, je i blindum apo i blindum, je i veshun apo i zhveshun, nuk do me ditë fare. Pra, këto grupe për eliminimin e njëri tjetër shu funksionojnë. Pas ti do kemi tjetërin se kështu do funksionojnë. Dhe prokuria nuk do t'i zbardhin asë një herë. Këtë raste. Do ju pyesja se makina e zgjetur edhe gëzhoja në fshatin Halil. Por me 4 armë brenda, por mendoni që unë mbyll këtu përfundimisht
edhe do arkivohet si shumë çështje tjera? Nuk është problemi se arkivohet. Pra, duhet të themi një gjë që sot qoftë prokurori, qoftë gjyqtari, qoftë kushdo në Shqipëri nuk ka i garantuar. Pra ky shtet nuk e garanton atë që t'i japi një status prokurorit ose i status gjyqtarit. Nesër pas nesër ky gjyqtar, sepse ai ka hit politik, e merr, e dënon, e futën në burg me këta që ka dënu. E kupton pra çfarë veprime shban shteti. Dhe tani ky çfarë ka më interes, sigurojnë jetën e vet apo të hetojnë çështjen për sa i përket çështjes si prokuror. Pra e ka shumë vështirë ta hetojnë këtë çështje nën kërcënimin e bandave dhe nën pambrojtjen e shtetit. Pra nëse shteti do ta mbronte, po dakord, por ne kemi parë që qoftë ministrat, qoftë drejtora policie, qoftë gjyqtar, qoftë prokuror, janë fut në burg dhe janë mbajt me palët që kanë dënu. Do thotë që rrezikojnë 2 herë. E kupton? Dhe këtë i kanë pa me sytë e vet këta prokurora tjerë dhe gjyqtar tjerë. Dhe kjo është shumë e rëndë për një sistem drejtësie, për një sistem që jemi ne sot. Pra nuk kanë garanci që të arrijmë në një konkluzion që ne jemi të mbrojtur. Pra nëse si e mbrojtur, pse do hetosh çështjen ti? Ti je në kërcënimin e bandave dhe do hetosh çështjen dhe nesër pas nesër përfundon edhe ti tek ata, edhe me të pa drejt me nofta që pjesa më e madhe e gjyqtarëve që pretendohet që pas kanë marrë 1 milion lekë a 2 milion lekë në mënyra që janë akuzuar nga avokat, që kanë marrë avokat për llogaritë tyne ose kanë marrë të tjerë për llogaritë tyne, por ky shtet kështu ka funksionuar dhe kështu do funksionojë. Jeta shqiptare në Shqipëri nuk është e sigurt. Pra kjo ishte goditja më e rëndë që ju dha ministres së Brendshme sot. Pra avokat, ju për ta mbyllur, po më thoni që grupet kriminale do ta gjejnë vrasësin më shpejt dhe më përpara se sa shteti. Në këtë rast që i bizë biri do vazhdoj. Po atëherë na unë kam ngritur këtë problem me vite të tëra, sepse ishin vrasjet në Elbasan, dhe i thash dhe i dërgova shkresa zyrtare gjithë institucioneve, qoftë autoriteteve të huaja dhe këtyre shqiptare, duke ju thënë që prokuroria nuk ban hetimet në kohën e dur, momentin e dur, por prokuroria e man çështjen në hetim 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, derisa vrasi i akuzuarit të vritet nga pala kundërshtare dhe prokurori të mbyll çështjen si rezultat sepse personi i cili i akuzohet ka ndrru jetë. Dhe këtë praktik kanë jetë nga frika gjyqtarët dhe prokurorët. Pra e kanë lënë të eliminojnë të hanë kokat e njëri tjetrit? Të hanë kokat e njëri tjetrit që prokurori tjetë i lam me palët. Avokat, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Natë e mirë.